Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Sot është e mërkur dhe kam një ditë që do t'ju marrë me vete. Një super ditë. Që po përshum kjo? Kam ngrënë mëngjesin. Kam pirë një lëngë selinoje esëll dhe më pas atë chia pudding. Dhe tani do bëj pasta me ton dhe me spinaq, që të kem edhe atë proteinën që më duhet kur të stërvitem pastaj. Kam në një vestë zjerë aty, por do ikim të bëjmë thonjë sot, do t'ju marrë me vete. Do bëjmë edhe manikyr edhe pedikyr. Dua të blej ca mbulesa, por jo tipike mbulesa, sepse në gjatë dimrit i kemi vendosur nga ato batanjet dhe batanjet i kam të lezetshme. Ideja është që tani kam thjesht çarçaf random që nuk i përdor dhe ja kam hedhur divanit, por I don't like it. Duhet të blej mbulesa. Kafe se kam pirë akoma, por që se në 12 duhet jem tek thonjt, thash po mbyll që kam për të mbyllur tani shpejt e shpejt dhe pastaj po pi kafe në qetësi. Harruar të ndjesin e vapës që më ullë tensionin. Parasysh kur jeni ullur diku dhe çojni me vrullë dhe të vjen bota vërdall dhe kam çdo verë. Ajo që do bëj, do ta hedh në një tas të gjithë pastën, sa rëndoka. Dhe do t'i shtoj disa gjëra të vogla për ta bërë një çik më të freskët, që të hahet edhe e ftohtë e shishme. Këtu nuk ka më shumë se 200 gram, se nuk hodha 200 gram makarona, hodha më pak. Nuk ka anti-inflamator më të mirë se sa qepa dhe hudhra. Hedhim edhe të fara kungulle. Perfekcion. Momenti i bekuar. Në dhëmi këto muskuj, aq shumë. Edhe një Swiftie, se nuk përse e njoh çdo këngë të saj, por she's here, Captain, and I'm on the bleachers, looking for it. It's been here the whole time. And see that I'm the one who understands you. Why can't you see? You belong with me. You belong. Been here the whole time, and you will see that I'm the one who understands you. Tani që e mendoj, unë dhe Irgisi nuk kemi qenë në asnjë koncert bashkë, koncert për vërtetë. Dhe këtë fundjavë ka koncerte në Tiranë. Pastaj mendova, nëse do blija të bileta, 80 euro personi, që ishte 65 euro me lira, 80 euro diçka tjetër. Edhe thash 80 herë 260.000 lekë. 160.000 lekë. Më shkoj marrë dhe pjerushë, më shkoj në plazh.
Që të knaqet Pieri. Plus do më knaqet, pos. Ju nuk e keni idenë, unë kur del Pieri aty, unë jam shumë easy, do me thënë unë bëhem njëshme. Bëhem njëshme kalamajte, kam pasu gjithmonë kështu. Edhe marrim topa dhe lozim aty me gosat edhe kur unë kam shkollë dhe nuk dalë pas vitet e lagje, i thonë nërgysit gosat atë dalin Ana. Po Ana s'do vi sot edhe Pieri, nuk është Ana, është mami im. Si çdo njeriu plakja normalisht do duket fizikisht, po shpirti jam shumë e re, jam shumë e vogël, jam shumë childish. Dhe jam shumë e lumtur që e kam ruajtur këtë, që jam pa komplekse. Dhe me fat që kam një partner që është aq pa komplekse. Nuk do ta bëja dot tjetër me askën tjetër nëse do ishte rëndësishme. 100%. Umbra gati. Ja çfarë kam vesh? Nga këmbët vesha këto shakat. Era parë që po i vesh këtë vit. Edhe vathët, flokët nuk i kam kapur aq mirë, por nuk kam kovarja. Vap për çdo djersitë me di. Dola të futur në biçikletë me këtë fustan. And it's perfect. Let's try to këtë kopshtë. Do ishte e nxehtë, pastaj më duket të vinin prapë temperaturat pak. Jo për të dukur dramatike, po e di si po më duket vetja, sikur janë në ndonjë film. I çfarë do ta ndryshojmë? Pse duhet të mendojmë në Parisin? Ja, në Tiranë. Një vajzë që romantizon çdo gjë. Elionka! Tash i mbarova, Koko, po ti do prononcohesh? Do dalë në YouTube! Do dalësh në YouTube ti? Do dalësh në YouTube ti? Pieri e ka përmendur shumë Kokon. Po unë se mora. Po është Pieri, Koko? Pieri? Erdi Pieri! Pa e kshife! Pier! Ikim të mbyllim atë projektin për mbas ditës e në 6, e dini ju ka mësim. Inshallah kam hap ato mikrofonët. Pa ku mikrofonin? Në rregull. Në rregull. Da janë mas një suflaqe. Ta tresim. Opa! Do uj. Qe. Ja dhe Pieri aty. Ishim në Vlorë dhe ishte shkoj nëse do ta vlerësoja 0 nga 10, shkoj 2 nga 10. Dhe ato dyshin e kam dhënë me mik se nuk dua të jem 100% negative. Ndërka sot jemi në Dermit, tek njëti vend që kemi qenë edhe tek një fundjavë tjetër. Është çdo gjë shumë mirë, vibe shumë i mirë, deti fantastik, ushqimi shumë i mirë, beach bari shumë i mirë, çmimet shumë të mira. Në vlerësimin tim është një 10 nga 10. Gjë që më bëni përshtypje që s'ka ndryshuar çmimi nga maj qershor, se ne ishim maj. Po. Se zakonisht i rrisin çmimet. Si bukur, hajde. Në pik. Hajde thot aty shokët është i bukur për peshqirë. Kush e thot është i bukur? Peshqiri apo deti? I thot Pieri aty shokët, hajde ullu këtu se është i bukur peshqirë. Pieri është duke jetuar jetën e vet, me shokët e vet, është kënaqur, nuk e di. Erdhem në Dërmi. Sa po ka perënduar dielli,
Jemi në Zoeora dhe kemi gjetur apartamentin më të bukur ever. Do t'ja vendos linkun në description box. Ne jemi tek si e part në Nishi. Dhe para se t'i tregoj apartamentin, më një t'i tregoj pak pamjen. Pierushi vetëm kujdes, mama? Një perl e vërtet. Aty lart është Zoeora, kam përshtypjen se kishte edhe një dasëm ose diçka. Edhe tani shohim apartamentin, ne kemi bërë rëmujneve, se normalisht me një të vogël. Këtu hapëm këto. Sistemoj Ergysi bëri dush shpëtoje. Ja, hodë, Shikojeni pak se si është. Shohim dhe ndeshjen sot Shqipëri-Serbi. A jemi live? A jemi live? Serbi! Do flem aty. Pieri ka dhe një baby coat të voskët. Megjithëse edhe krevati që ka mjaftueshëm, po ka kuzhinë që mund të gatuhet. Pianura është këtu, ka një ekspres të vogël për të bërë kafen, është e pajisur me të gjitha gjërat, dhoma e gjumit është perl, me vete, me dollape, edhe tualeti po ashtu, se është sa po është larë Ergysi tani dhe unë dhe Pieri do bëjmë banjë. Dhe çfarë të themi? Kush është më i lumturi që është këtu sot? Pieri. Ergysi. Një mëngjes. Jemi zgjuar, është ora 8 e pak. Edhe do bëjmë një kafe tani. Shifeni. Është një balosh këtu. Kemi fjetur gjumë fantastik. Fantastik. Kalesa. Si e bëre gjumin? Po, s'kam bjerë zjo. Me zi e zjo? Barë një jetë që më zion ti mua. Po, e vërtet. Me zi e zjo ato duke e tundur kështu. Përpara, nuk e di pse na kishin tiposur në tru, duke na thënë që hajde se hoteli apo vendi ku do flini s'ka rëndësi, se thjesht do flini gjumë, jo. Është propagandë. Trendi në rrjetet sociale që thotë propaganda I'm falling for dhe propaganda I am not falling for. Dhe një nga propagandat that I am not falling for është që komodime nuk janë thjesht për të fjetur gjumë dhe kemi vënë re këtë se neve kemi, mund të them që me udhëtime që kemi... Që është eksperiencë. Bravo. Neve kemi bërë udhëtime dhe në vende thjeshta për të fjetur dhe në vende shumë të mira dhe në diçka midis dhe mund ta them me plot bindjen që është shumë e rëndësishme vendi ku fle. Ka gjë më të mirë se sa të futesh diku dhe të ndjesh pastërtinë, të ndjesh cilësinë, çarçaf të pastër, peshqir të pastër. Eksperienca e gjithgjës. Po mbas e vjen dhe një çik me moshën se kur jeni të rinj, nuk keni nge ta merrni kaq shtruar sa ne dhe doni të bëni sa më shumë aventura dhe gjëra. Ndërkohë neve jemi tash jemi duam rehatlik. Jemi këtu, si gjithmonë në olio, në lemon, sa kemi në drejt, jemi knaqë, nuk kam fjallë. Pierushi që bën gjërat e veta, dikuan dhe me kalamaj. Këta do ikim nga këtu, e di që do më mungoj kujdesi, nuk e di s'ka të krahasuar. Deti jonë. Si që shtu në dërmi ka që në dhatje në bataria. Mbaj në dhatje ishtë në shumë. Se deti jonë. Më ka rinë që shokur e që t'jem më që ka për diqka. Pieri! O Piero! O Pieri! I ka hapur mikrofonën? I kam hapur, hajde. Si s'kan karikim? Kanë, hajde me shëndet Shalqini parë. A vash?
Bëj kështu tamam për provën. Mbyllisit. Mbylla. Ai si akullore. Ne? Atë. Oje. Është si ice cream. Provoje? Lule shtrydhe. Fiksi lule shtrydhe. Provoje? Në mamuaj një qik. Ta hajsi në kohën e myqes. Hajde hapu më zemër. Kau. Zemër kau. Pieri, look! Mama! I ku dhe darka për sot. Am shalqin me djatë. Shtëpia jonë është një rrëmuje vërtet, edhe është ka gjvap, edhe realisht përtojmë dhe pastrojmë çdo ditë këto rrëmujat që bën Pierushi. Kam hyrë grillat edhe duket sikur është errësirë, po në fakt nuk është. Unë jam kthyer, kjo ishte veshja ime sot, kam vendosur mikrofonin këtu. Mendoja ky topi është nga Pepper Mayo. Mendoja që do ishte super i egzageruar i hapur, por këto frutullat e bëjnë shumë të pranueshëm. Se thashë do ta vesh vetëm në plazh, por jo që e nisha dhe sot dhe me biçikletë. Thjesht për të fiksimin tim dhe sigurinë time kisha vendosur këtë shallin e mëndafsh që është me lule dielli dhe është i mrekullueshëm, nuk e di. Është fantastik, nuk e di, s'kam fjalë për këtë shallin. E kam gjetur sigurisht second hand. By the way, unë jam me sezon provimesh. Edhe ka ndodhur edhe një problem me ekuivalentimin e lëndëve të mia dhe përdesh e humba të gjithën. Mbani mend që thash një lëndë që para se të bëja ekuivalentimin e kurrikulës time, si vitin e kam nisur që në 2010 dhe më pas u shkëputa, domethënë bëra 3 vjeçarin dhe u shkëputa. Është shtuar një lëndë që sigurisht unë se kam frekuentuar dhe në momentin që unë bëra ekuivalentimin, me idenë që mbase kjo lënda do hiqej dhe do vazhdoja me kurrikulën time mosimore, ndërkohë nuk e kishin hequr dhe shkova te provimi i kësaj lëndës, që nuk u futa në shtator. Edhe ajo zysha më tha që jo, nuk mund të futesh sepse ti nuk e ke frekuentuar. Ndërkohë kisha shkuar e kisha verifikuar. Pastaj e sqarua normalisht mbase kanë parë edhe ato procedurat e ekuivalentimit. I don't know por nëse nuk do isha futur te ky provimi, do digjej komplet çdo gjë sepse ky është viti shtatori, është momenti i fundit që unë mund të diplomohem me kurrikulën time dhe kam qenë shumë e stresuar, plus graphic designing nga ana tjetër dhe nuk jam përkushtuar do 100% dhe më kap stresi, por kjo është situata. Tani do stërvitem pak edhe do bëj për të ngrënë, e kam përgatitur që në mëngjes drekës, e kam çuar deri gysit, po do t'ju tregoj pak më vonë pasi të stërvitem një 30 minutësh. Pastaj do ulem të shoh pak se kemi filluar lëndën e re, Adobe After Effects, që është për të bërë motion and stuff, edhe jam shumë entuziaste për këtë, edhe do mundohem që t'i kushtoj sa më shumë kohë, plus kam një projekt për të mbyllur deri në fund të muajit. Bëjmë templatein vet, designin vet, everything. Dhe po, shumë vap. U servita, tani do përgatis pak bowlin tim. Këtë setin kisha veshur se është shumë i lehtë, është shumë nga këto për tenis, po e vesh shumë kollaj se nuk më shtrëngon, edhe tulja ime. Po zgjedhi një vezë, me shpule këtu, ka misër, ka mishpule, ka sallat jeshile. Tani do t'i shtoj edhe pjesën tjetër. Harrova të blija limon. Ky kam një të hapur, po ky do ketë nivelin aciditetit super të lartë, po hajde, varet se nuk e kam stomakun bosh. Tani do t'i gri edhe pak djath, çfarë është ky? Valgrana.
një gjethe majdanozi, sepse dhe majdanozi është shumë i mirë nga këto domatet e botës kleqershi. Dakord, jemi deri këtu? Dakord. Kramisri, qiqra, që do hedhim fara susami dhe disa fara lule dielli. E freskët, e frishme, e ushqyeshme. Tani në verë të betohem që e kam aq shumë vështirë të ha, jam totalisht paureks, se vapën unë e kam shumë problem. Marrim aceto balsamike. Shumë e mirë, marrim edhe një tjetër aceto balsamike, pak më e ujshme, këto të dyja. Duhet të vendosim edhe lavastobinin, sepse i kam të gjitha e në të aty. Erdhi Ergysi nga puna bashkë me pakot që kanë bërritur dhe më kanë ardhur 3 pakot, 2 i kam paguar me lekët e mia, ndërkohë njëra ishte totalisht surprizë, ishte një PR box nga Prisni. Mua një korrier në telefon dhe tha kam një surprizë për ty dhe mos pe kuptu, edhe nuk e mora vesh kurrë se çfarë ishte, derisa i shkoi Ergysit dhe ishte kjo pako nga Illusion Liquid. Është një dyqan në Tiranë që ka parfume shumë të bukura, e do këtë kutinë. Jo parfume trendy dhe nga këto që janë shumë komercial, po ka parfume shumë gjendje, shumë statement, edhe unë e ndjek për shumë vitesh. Me erdhi ky PR box sot dhe nuk e keni idenë se sa lumtur isha. Dhe parfumi është nga Fugazi, nuk e di nëse jam duke fugazi, nuk di si ta shqiptoj fix, dhe nga kjo linja unë kam Orange Crush, është një aromë shumë e freskët, shumë e butë, shumë e ngrohtë, është me portokale, pritu a lexoj pak të gjitha të dhëna. Shumë bukur e ke bërë Pierre. Qa ke bërë këtu shpirti mamit? Një re. Një qell me një re? Dhe me shi? Të lumë shinduar. Do ta bësh një balenë se më pëlqen shumë. Që ta vendosim aty? Thank you! Umi, për ju që jetoni jashtë, e gjeni besoj në website-in zyrtar, dhe këto janë notat kryesore. Është një aromë unisex dhe nëse më njini mua, ju e dini që unë pjesë për aromat unisex. Çfarë kishte kutija tjetër, do thoni ju? Kishte këtë shtrysën e portokallit në inox dhe o zoti madh ta shuroj. Ne kishim një shtrysë që nuk e kishim ndruar për 100 milion vitesh, ishte ngjyrë roz. Apo çfarë ngjyre ishte portokalli? Dhe tashi kur të bëj koktejle, unë këtu do shtredh limonin, këtu do ta bëj shake, këtu do i kam ja dhuroj këtë gjërat e inoxit. Kjo ishte dhurata, ndërkohë çfarë bleva? 68.000 lekë. Është një faqe që unë ndjek dhe ato prej shumë vitesh, dhe gjeta këto shapkat Ferragamo dhe ishin 36.5 dhe unë thash, po nuk më bën varë, do t'i mbaj aty. Sigurisht janë në gjendje shumë të mirë, marr parasysh që është model, mbase model shumë i vjetër vintage. Kjo pjesa këtu e lëkurës, lexon Ferragamo, edhe këtu, dhe janë me tak të voskël dhe janë aq të bukura për fustane lino. Shikojeni pak se sa të bukur e kanë këtë dizajnin me akuarium, kështu si me peshq. Me thënë, këto thrasin emrin tim. Dhe tjetër te një faqe tjetër, shiko, tek description box do t'ja vendos të gjitha linqet e çdo gjëje si gjithmonë. Bleva këto rrobat e banjës. Këto ishin 34, po këto mbathjet më rinin një çik të mëdha. Ndërkohë këto sipër nuk e kam provuar, po mendoj që kjo do jetë okay. Ndërkohë kjo më rinte e madhe. I don't know. Okay. Këto janë nga kjo firma Stigal, këto më rinin mirë, më pëlqeu ngjyra dhe dizajni. Edhe sipër me këtë. Po këto tirat ishin më dhaja, mbase do t'ja dhuroj kushërirës, nuk e di. Kemi njerëz plot që mund t'ja dhurojmë. Këto ishin në një gjë tjetër, zemra? Kemi? Kemi? I love this one. Edhe është një aromë që më shkon shumë, është me dhe totalisht, është Lampedusa. E di pse
Si Lampedusa është afër me Marokun dhe kjo bëhej me diçka marokene, something. Dhe po, se mos ma përdor ti. Ma bëj, si ma bëj. Kina. Si ma bëj. Rrotullo. Vëllësit. Hajde ti. Po e faleminderit që ta hodha se s'ke për ta prekur më. Si ma bëj. Gonna get myself a letter, si ma bëj. O bukurosh. Ta mbyllim ne këtë që na editojmë? Do e kam drejt fundit të Adahër. Na ka të shtunën jemi për... Ok, po thaj që po ikim ande nga lagja babit, që edhe babit të shmallet pak me pjerin. Edhe këtë lozi pak aty poshtë e parku, të shtunën do nisemi për një vend që unë nuk kam qenë kur më përpara. Oh, zot. Na ndiqni dhe aty në Instagram sepse do jem aktive si gjithmonë. Dhe gjërat që do shihni në Instagram do t'i shihni këtu në vlogun e radhës. Ju kam shumë gjan dhe bashkë të shihemi javës që vjen. Mos harroni ta mbështesni këtë kanal, dini vetë ju, bëni një subscribe, një like, një comment, tregojani dikujt të kanal që mbase do t'i pëlqejë dhe do jetë një lloj antistresi, I don't know. Qëllimi i rrjeteve sociale kjo është të argëtojmë, është entertainment, është të mësosh gjëra të reja, të shohësh perspektiva të reja. Merrni më të mirën këtyre rrjeteve sa kemi mundësi sepse bota po ndryshon me hapa të shpejta dhe nuk e dim se çfarë do ndodhi. So, po e lëm me këtë dhe ju kam shumë gjan. Pero pashe. Qa duhet bëjnë? Qa duhet bëjnë? Surprizën. Subscribe. Jo surprizën e kjo është bibil surprizë. është bilbil surprizë. Baqim! Yes! Në vesh është ti? Okej. Lullu pash. Okej. Shko vishet ti te baba.